vetë ndjen ndonjë gjë kështu, je Ukrainas ti vetë, je rus, ndjen ndonjë gjë ruse? Them drejtën, nuk është se ndjejnë ndonjë gjë, sepse unë jam shqiptar. Prit, se do të pyet pse je shqiptar. Pra, Aleksandri u martua me Tatjanën dhe kishin një vajzë. Po. Svetlana. Svetlana, gjyshja ime. Svetlana, gjyshja jote. E ke njohur gjyshën? Po si jo, se... Sa vjeç ishe kur ndroi jetë? 82. Ajo ishte 82 po ti? vjeç. Unë isha i bjen 2013, kam qenë 20... Po pse tani ka vdekur? Po. Svetlana? Po. Po si s'ma ke sjell Svetlanën këtu në 2013. 2013, po si s'ma ke sjell në intervistë Svetlanën mo Aleksandr Cangonja. Sa vjeç ishe ti në 2013? Unë kam qenë 21 vjeç. Merresh me ca gjëra të tjera atë. S'merresh me këto gjëra të bukura që më bën këto kohë të fundit me foto e me studime. Pa ti duhet një intervistë me Svetlanën, do ishte historike. Ajo faktikisht po, sepse ka qenë shumë e lidhur me babain e saj. Ishte lidhur? Shumë e lidhur, sepse edhe mamaja për shembull i ndroi jetë. Okej, mos ka. Do të them, Aleksandriu u martua me Tatjanën dhe kishin vajzë Svetlana. Po. Svetlana u martua me Ali Cangonjën. Me gjyshin tim. Me gjyshin tim. Ai Cangonja ishte nga Korça më se. Në origjinë po. Po, nga Korça rrinte në Tiranë. Në Tiranë dhe. Në vitet 30. U martuan ata dy, pra Rusja ukrainase me këtë korçarin dhe bën 4 fëmijë. Po. Viktorin, babaim, Tatjana, Adriani dhe Emini. Tani, nga Viktori ti linde ti. Po. Tani, foto tjetër që ti komentoj me Aleksandri, tani kush janë këtu? Atëherë është Aleksandri dhe këto janë dy miqtë e tij. Aleksandri kush është? Aleksandri është ky në krah të... Ky është Aleksandri Cangonja, se duhet kishim një portret të parë të tij. Okej, po ne kemi disa foto që... Tu janë në Greqi. Një sekond, tani ky është Aleksandri Cangonja. Po. Aleksandr Podolski. Dhe jo, janë miqtë e tij. Miq nuk është, po Aleksandri në Greqi këtu? Po. Në Greqi. Çfarë bën në Greqi ai? Gjuan dhe peshk. Takonte rusët e tjerë, kishte lidhje. Ore, takonte Tatjanën dhe Bërleri tani këto tani, gjuan dhe peshk pra. Do të thënë, ai është kështu s'ka fare fizionomi kështu nga Ballkani ku ka jetuar, po është. Po edhe kështu i bardh fare nuk më duket, po. Ë? Sigurisht i zeshkët? Apo është fotoja e vjetër? Është foto, janë shumë tjetra këta. Foto tjetër. Mendova se mos ishte Tatjana ajo. Jo. Ky është Aleksandri. Po, ky është Aleksandri, këtu është me uniformë ushtarake, këtu është gjatë luftës së parë botërore. Jo, këtu më ngjan fiks rus mua ai. Ai që nga do të thënë që nga i bardh kështu, edhe biond, ë? Biond ishte? Jo, biond jo, nuk ka qenë biond. Pak mustaqe kështu, alla Charlie Chaplin të asaj kohe, ë? Këtu është lufta e parë botërore ku në Rusi? Këtu janë në front, sepse ai mas i mbaroi shkollën, doli direkt në front, pastaj shkoi në Shën Petersburg, bëri shkollën për ushtarak pastaj atje për një vit. Dhe u gradua, mori gradën e togjerit. Dhe pastaj në front në kufi me Austro-Hungarinë, sepse luftën biles me gjermanët e kishin luftën shumë. Po, dhe këtu është në front. Çfarë ishte ushtar, kishte grad? Ishte oficer i kavalerisë dragonave u qunin, kishte emërtim. Po, kavalerisë dragonave. Si një foto me... Jo, nuk kam. Po, foto tjetër? Këto janë fotot që na kanë ngel në fakt sepse këtu. Këtu është mosh shtyr, është shumë afër, është e vitit 67, një gjë e tillë. Aleksandri. Ky është Aleksandri, ndërsa kjo është një mikesha vet, e cila është por ruse, Pavlina Vuksani, por është ruse që është martuar me një shqiptar, ruse e bardhë edhe kjo. E nga i komiteti që the? Po, dhe janë njohur në Greqi. Edhe me këtë në Greqi? Po, sepse bashkëshorti i Pavlinës, Vuksanit, ishte kapiten anije, dhe u martuan dhe erdhën në Shqipëri, pastaj në 44-ën... Qartë, foto tjetër? Po patën marrëdhënie domosdoshmë derisa vdiqën, domosdoshmë edhe me vajzën e kësaj, po me vajzën e kësaj që është gjallë. Akoma. Vajza e kësaj? Po, Paulinës, po është në Greqi sot. Po, foto tjetër? Tani, mi shpjego pak këto foto që janë bashkë. Në fillim, këtu është gjyshja ime. Ajo, atje një grua me një vajzë. Po, gjyshja ime. Jo, priti, themi kështu me emrën e. Kush? Svetlana. Do dhe në Svetlana, vajza Aleksandr Podolski, me maman e vetë, Tatjanën, nuk e di qa viti mund tjetë. Do dhe Tatjana është gruaja, e Aleksandrit. Dhe Svetlana e bia, që është gjyshja jote. Gjyshja ime, po.
E me pas gjyshen me emrin Svetlana ti dhe thua s'ndjen fare Ukrainës? S'ke nde fare kështu gjak. Jo, unë mund ta kem gjak, po S'ke ashtu fare. nuk është se kam në Jo, mua më vjen shumë që ndihesh me 100% shqiptar se sa të ndihesh një ndoshta e kam nga gjyshi, Nga cili gjyshi? nga Liu. nga Aliu. Po kjo këtu? Atëre, këtu janë në një, kam pas një shtëpi në malin e Dajtit që shkonin në verë për verim, nga që ka qenë shumë Pas vap. ka jetu mirë Aleksandër Podolski. Po, kam pas jetë relativisht mirë. Këtu në vitet 30? Po, vitet 30, du t'jetë 37, 38. Po aty është Svetlana? Po Svetlana është. Minqe. Po, Prap në Dajt? Po, ndajt. Ndajt, e? Këto janë ndajt. Kurse këtu... Tani atë shtëpinë Ndajt kush e ka tani? Se di. Di që kam pas edhe një shtëpi tjetër po në Berat, domethënë në një fshat Beratit. Po? Bilespatoj kam të letrat që kishe bë para noterit Stërgjyshi, që ja lente Stërgjyshës në rast se ndodhte çdo lloj gjoje që mund ndodhte. Po që nuk ekziston sot. Shtëpi nuk ekziston. Jo. Në një fshat Beratit. Duhet bërë. Që ai shkonte për shkak të punës vet, si inxhinier, shkonte tek E më pas ka jetu mirë, më? Po, foto tjetër? ka jetu mirë, po, ja. Tu është prap Tatjana? Jo, Svetlana? kjo është Svetlana gjyqënime. Svetlana me Tatjana? Po. Do thënë vajzë e nën. Po. Me macën aty sipër, i ka dash shumë. Kafshet. Shtëpi verimi ishte kjo. Po, shtëpi verimi, biles patëm bo, se e ka përmend dhe te ato shkrimet e veta, Po? patëm bo një tip teleferiku. Nuk e di qoftë se e ke has atë kohë, Jo. kone Zogut është bo një tip teleferiku. Për Ndajt? Po, për Ndajt që shërbente për mallërat. Ajo për njerëz. Po, u përdorte edhe për njerëz, po nuk është se ishte u shërbente. Kush e kishte bërë teleferiku? Stërgjyshim, inxhinieri. Qa thua? Bashkë me një rus tjetër, po. Do të thënë në vitet 30 Po. kishte teleferik për Ndajt. Po, ka qenë teleferik, po jo teleferik si ky sotmi, normalisht, si po. ky sot. Dhe ata shkonin me teleferik atje? Po, shkonin atje dhe kalonin kohën e nxehtë verës. Keni foto teleferikut? S'ka. Okej. Kam sepse edhe këto që kanë ngel, këto janë rujt, po pjesa tjetër thash janë... Do flasim për ata. Foto tjetër? Këtu Ky është janë Aleksandër. Durrës, Po, këtu janë Durrës. Ore, ti si ngjan fare ti? Ai gjatë saj, ai duhet 1.85 i gjatë ti. Mirë rus. Ti 1.65 kështu bashkë me mua këtu, për rus, po pra rus prapë, s'ka asnjë gen. Ati është Tatjana me Svetlana. Po, në plazh Durrësit. Ore, po Vitet të tre këta sikur s'po i shoh, apo kemi foto të tre? Jo, kanë, dy të kenë. Du të kemi foto. Sjell foto. Këtu janë plazhet Durrësit. Po, nuk kishin si të bonin foto të tre, se njëri dy të mante aparatin. Sepse ai ka pas një aparat edhe gjithë fotot që janë bërë, dhe mas daljes nga burgu që i ka bë babai tim kur kanë qenë të vegjël, i kanë bërë nëpërmjet aparatit që mante Aleksandri, ka pas një aparat. Do thënë ideja që nuk kalon ndonjëri aty Po ja, do shohësh foto. Do shohësh foto të tjera që plazhi është bosh komplet. Okej, ku në Durrës tu e dallon fiks vendin? Ktu janë te kabinat e plazhit që kanë qenë në kohën e Zogut që vinin për pushime. Po pra, do të thënë ato gabina që ndruan në kohën e Enverit, edhe ato vilat po, janë të njëjta. Tek ato Nuk e vilat. thot njëri këtë. E kujton gjithë njerëzit se bën, se unë kam bërë plazhet, unë shkoj vit për vit vija nga Çorovota në ato Kanë ngel gabina. pak ndërtesa, shumë pak ndoshta. Ato vilat e 2-3 vila ndoshta kanë ngel. Ato janë bler me kështu me flori. I ka shitur shteti dhe i blen njerëzit për qëllime pushimi. Dhe pastaj prapë e mori shteti. Ja mori shteti dhe alla prapë mas Ja ka dhënë, i kanë marrë? Po i kanë marrë sepse emrat i kanë pas. I kanë marrë, po foto tjetër. Masën më të madhe po. Pastaj problematika pronat kanë sa dush. Tani, po mirë me vëra, atje Aleksandri? Po atje është Aleksandri, atje është në një punishte. Ku? Në Tiranë. Po? Një kantier punimi që merrte sepse ai bonte edhe punë përveç të punëve publike, për shembull ura dhe urën e Milotit ka qenë, në urën e Milotit ka qenë si inxhinier. Si inxhinier. Po? Bonte edhe punë private për njerëz për shtëpia, për shembull. Çfarë bonte? Për shembull, përmend në shtëpinë një objekt familjeve Laca dhe Kaceli. Tiranë. Në Tiranë tek Kaceli afër Saatit. Saatit, bravo. E ka zbatuar ai si projekt. Atë godin. Po, si godin. Po, atje
Është Svetlana me? Svetlana me një rus, fëmijë rus të shoqërisë. Ore, paska pas komunitet rus këtu në Shqipëri që vitet 30-dhe. Ka sepse dhe e mbanin shumë njëri tjetrin. E mbanin sepse ishin një vend huj, gjua, traditat, kultura. Pavarësisht se këta u nuk ishe komunist që ta shpjegoj. Jo. E ishte kundër bolshevikëve. Ai ishte antikomunist. Ishte antikomunist. Antikomunist. Anti-Lenin, anti-Stalin. Ajo do në tregon dhe vetë që ata e detyruan që të lente atë dheun e vetë, se normalisht ai nuk është se kishte dëshirë. Këtu me kë është? Atëherë këtu është gjyshja ime dhe këto janë dy rusë tjerë të. Do të thënë kjo është Svetlana. Po Svetlana. Nuk është janë miq të babait. Po, miq të babait. Të babait saj. Po aty ndajt? Dhe aty po ndajt. Aty duhet të jenë të tre ata? Sigurisht quaj Aleksandrin atje, do të thënë është një siluet. Svetlana dhe Tatjana. Po. Në dajt gjithmonë, ë? Në dajt. Çfarë ato pemë të hedhura shumë? Se di. Po sepse prenin pemët për dru dhe i sillnin në Tiranë që e pse i prisin këta, ha? Kishin shoqëri, për shembull Aleksandri, se unë kam gjetë dokument në arkiv të shtetit, në kohën e Italisë, kishte marrë një koncesion në zonën e Mamurrasit. Për të predru? Për të shfrytzuar, po, si personale, për vetë? Për personale dhe i pagonte shtetit. Po, i pagonte shtetit dhe kishte një problem me banorët e zonës atje që dilnin për shembull i rëmbenin